Institucioneve arsimore, po ashtu edhe shëndetësore këtu pra në Graçanicë e Lipjan, në fakt kanë rënë në prangat e policisë së Kosovës ditën e djeshme pas një aksioni i cili është ndërmarrë nga Drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit, që ku edhe rezultoi me arrestimin e tyre. Klan Kosova mëson se të arrestuar janë Milica Demić, Ljubisha Karadžić, Nebojša Rašić, Boban Petrović, Mirjana Dimitrijević, Sasha Mladenović dhe Bratislav Lazić. Në lidhje me këto arrestime sot pikërisht përpara shtëpisë së Shëndetit, ku ne ndodhemi pra në Graçanicë, tek objekti prapa meje, është organizuar edhe një protest nga punonjësit e këtij institucioni që në fakt janë shprehur të revoltuar në raport me arrestimin e drejtoreshës Mirjana Dimitrijević, që dhe është ndërprer puna për pikërisht një orë përpara institucionit. Pra këtu po të njëjtit nuk janë deklaruar për media, vetë se kanë treguar se kjo është forma e shprehjes së revoltës pas arrestimit që ndodhi. Realisht këto arrestime që u ndërmarrën nga Prokuroria Themelore e Prishtinës në bashkëpunim me policinë e Kosovës vinë pas disa shkarkimeve nga detyra të shumë punonjësve shëndetësor e arsimor këtu në Graçanicë e Lipjan, ku të njëjtit janë ankuar që në fakt nuk po i përmbahen sipas shkresave që janë dorëzuar në shkarkimet e tyre, se nuk po i përmbahen rregullave dhe interesave të popullit serb, pra nga se janë dhënë nga drejtorët tashmë të arrestuar, dhe se për këto tashmë Prokuroria Themelore e Prishtinës vetë se ka nisur një hetim më të gjerë në raport me veprën penale, cënimi pra i të drejtës së lirë ose për të votuar, pra të votuesve, për caktimit për votën e lirë të votuesve këtu, ndërkohë që Klan Kosova po ashtu ka marrë dhe një konfirmim nga kryeprokurori i kësaj prokurorie në Prishtinë, Zejnullah Gashi, që të njëjtit shtatë drejtorët e arrestuar janë caktuar tashmë edhe masa e paraburgimit për 48 orë, nga ku që më pas, si që edhe e dim se si shkon në procedura, do të parashtrohet edhe kërkesa për paraburgimin prej 30 ditësh, por që kjo mbetet të shihet pas afatit të kaluar, pra që është i përcaktuar edhe me ligj. Sipas drejtorëve dhe avokatëve të arrestuarve, këto krejt janë arrestime për arsye dhe çështje politike, por që të njëjtat fjalë kanë edhe të shkarkuarit nga institucionet pra arsimore dhe shëndetësore që ishin më herët. Ne dim se 4 nga këta drejtor janë nga drejtor shkollash të larta e të mesme, ndërkohë 3 drejtorët e tjerë janë të institucioneve shëndetësore. Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë këtu në Graçanicë dhe në vendet ku vetë se është zhvilluar aksioni, për të kuptuar edhe më shumë se cilat janë ankesat që kanë të njëjtit, por edhe se si do të vijojë procedura më tutje, për shkak se këtu ne ishim i pyetëm dhe nuk shfaqen interesim që të deklaruan për media në raport me revoltën e tyre për arrestimin e zyrtarëve drejtor. Altiana, faleminderit shumë për këtë paraqitje.